Transmeton Kharaitiu në librin e tij Mekarim al-Akhlaq se një herë përderisa ishin duke ndajtur me Abdullah ibn Mesudin, disa prej shokëve të tij, erdhi vajza e tij, e vogël, pranë tij, ai e mori, e përçafoi, e solli pranë vetit, e përçafoi dhe më pas i tha asaj: "Ja marhaban, ja sitra Abdullahi min an-nar." O mirë se erdhe, o mburoj e Abdullahut nga zjarri i xhenemit. Realitet, kjo temë, çështja e qasjes së duhur të njerëzve në mënyrë përgjithshme, po edhe të muslimanit në mënyrë më parsore, ndaj vajzave, është prej temave të rëndësishme, jo vetëm kohën kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i tregu këto vlera, por për gjatë gjithë historisë, madje edhe në kohën tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me ardhte Abdullah ibn Mesudi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë ka fillu me trajtu edhe me tregu pozitën e vajzave në fej, të Zoti, në Islam, në shoqëni. Nga se, siç e dini, kanë qenë të përbuzura, kanë qenë të faktikisht të shtypura, dhe kanë qenë në shumë raste kanë qenë të papërfillshme, nuk ja kanë vënë synin, i kanë nënshmu, i kanë porul, madje disa pejfiseve arabe dhe i kanë mbyt vajzat e në që ka thënë Allahu në Kur'an. Pejgamberi sa ka ardhur në këtë situatë, tronë që kanë bezotru në atë vend, ka ardhur dhe e ka ngrit pozitën e vajzës, madje e ka përmend në disa hadithe se vlera e saj për prindët e saj dhe dobia që prindët e saj kanë me rritjen e saj është më e madhe se sa me pasën djem vend të saj. Edhe Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu këtu në këtë hadith e përmend pjesën e hadithit që është faktikisht që e ka dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por që e thot me fjalë të veta. E para që mendoj që është më rëndësi me trajtu këtu para juve është se këta kanë qenë duke nejtë me Abdullah ibn Mesudin, shokët e tij ose nxënësit e tij, dhe ka hi vajza e tij në mezhlis. Edhe ai e ka marrë, ka përçafuar, ka shtringuar, edhe pastaj e ka thonë atë fjalë. Veç kjo çësje në atë kohë për një pjesë të madhe të njerëzve ka qenë e çuditshme. Po kjo edhe për një pjesë të na është e çuditshme. Për një pjesë të na halo, një pjesë në disa vende, edhe pse ka qenë më herët më keq, që me ardh para burrave, para njerëzve me kohë fëmin tonë me përçafu, e sidomos nëse është vajzë, është llogaritën marrë, është llogaritën turp, është llogaritën jo burrni e kështu me radhë. Kurse në realitet kjo është pjesë edukative që kanë mësuar shokët e pejgamberit sa prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi kur i kanë lidh vajzat është gëzuar njerëz sikur kur i kanë lidh djemt. Edhe e dini ju, pejgamberi sa më shumë e kanë nderuar çikën e katërt i Fatimën, saqë kur ka ardhur me xhles, kur ka ardhur te shtëpia pejgamberit me vizitu, pejgamberi është shumë kom, ka dalë ka prit, edhe e ka lënë mu ulën në vendin e vet ku ka pas. U shqupe vendit vet, pejgamberi ka pas vendin ku është ulë zakonisht në shtëpi, u shqupe aty vendit edhe ka shti, e ka lënë mu ulë çikën e vet, Fatimën. Kur u shqu, ka dalë ka përcjell dhe jashtë. Nuk ka qenë traditë mi përcjell dhe jashtë. Nuk ka qenë traditë. Ka qenë traditë mi përcjell deri te dera e dhomës aty dhe mosafirët edhe me shku kështu ka qenë në atë kohë. Pejgamberi Fatimën ka dalë dhe ka përcjell dhe jashtë. Madje Shedini ka thonë një hadith shumë interesant, shumë bukur, që e ka thonë veç për Fatimën, nuk e ka thonë për djemtë e tij. Ka thonë Fatimja është pjesë e jamja. Pjesë e trupit tim. Çdo sen çka dëmton ata e mërzit ata më mërzit edhe mua. Çdo sen çka mërzit ata më mërzit edhe mua. Halo më shumë e ka trajtu në mënyrë më specifike. E dosh vllazni, të njëjtën veprim e ban Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Nuk peshek ku një farë problemi, përkundrazi pe llogaritëta si vlerë që ai pe afron vajzën e vet, pe qaf, pe shpesh tringon me gjakse edhe pastaj pe thot atë pjesën e hadithit. E dyta ose çështja e dytë që ndërlidhet me këtë transmetim është fjala e Abdullah ibn Mesudit që kjo është ose mirë se erdhe ti që je mburoj për babën tënd, për Abdullahin, ka pasur veten e vet nga zjarri i xhenemit. Dhe ky është çështja shtesë. Po ashtu edhe kjo është pjesë e hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka hadithe ju e dini që pejgamberi ka kush i ka 3 vajza, i rrit, i edukon, kujdeset për to, vetëse ato kanë me qenë mburoj për to nga zjarri i xhenemit. Pastaj shokët e tij kanë thonë edhe nëse i ka 2, ka unë edhe nëse i ka 2,
kishin me qenë boroj pejgamberi i xhenemit. Pastaj transmetuesi thotë, na u ndalëm. Me i paston pejgamberit, nëse ka edhe një, kish me thonë nëse ka edhe një, ka me qenë boroj pejgamberi i xhenemit. Me një hadith tjetër pejgamberi sa thotë në transmetimin e Buhariut dhe Muslimit po ashtu, thotë pejgamberi sa kush furnizohet me ndonjërin prej vajzave, një ose më shumë, i edukon ato ashtu siç duhet, vetë se kanë me qenë shpëtim për ta nga zjarmi i xhenemit. Vetë se kanë me qenë shpëtim për ta nga zjarmi i xhenemit. Dashur vllazni, kjo është një prej lajmeve më të bukura për ata që hala trajtohet të familjet e tona. Domthon, të dy anët e fëmijëve janë të hajër të bereqetshëm, por nuk e ki ç'është problem për djalin. Kurse na tani jetën, qëllimi i muslimanit është çysh me pështu për xhamin e xhenemit. Çysh me pështu për xhamin e xhenemit. Për formave të shumta që ka me pështu për xhamin e xhenemit, një prej tyre është veç me të furnizuar Zoti që nuk është me mundësinë tonë, nuk është me planin tonë, kjo është prej Zotit, veç me ta dhënë Zoti një dhuratë, me ta dhënë një vajzë, edhe ti më kujdes për ta, mu mundu me eduku në formën që duhet, që kjo është mundësi që me shpëtu për zjarmi i xhenemit. Kjo është mundësi me shpëtu për zjarmi i xhenemit që nuk e ki të djamt. Pse ka thonë dietarët është kjo mundësi? I ka përmend dy shkaqe. Pse e arrin të vajza e nuk e arrin të djali. Shkaku i parë është se vajza ka nevojë për një trajtim pak më special, më përkthelës, më përkujdesës. Nga se natyra që ka krijuar njeri, Allahu vajzën, është asnjësoj që ka nevojë për një mbështetje më të madhe. Dhe ti, sikur që me qëtë qasën tonë që i ki ndaj saj, ti po e runë këtë anën e dobësisë saj. Po është njeri ma shumë. Po është njeri që pe ndjenë ma shumë. Pi kallëzën ndjenet e tua ma shumë aty ku ka nevojë ma shumë për me kallëzën ndjenja. Pi kallëzën për kujdesin tonë aty ku ka nevojë ma shumë me kallëzën për kujdesin. Nuk është e njëjtë sikur për shembull, më përkujdes për dikën që s'ka nevojë për ty, edhe më përkujdes për dikën që ka nevojë për ty. S'është e njëjtë, s'vapi. Ka dallim. E te vajza pejgamberi me ka thonë këtë për arsye se ato në mënyrë përgjithshme, përveç ka raste që është ndaj vajzë ma djalë se djali. Me po mënyrë përgjithshme në që ka kriju Zoti është se ka nevojë më shumë për një mbështetje prej prindit. Andaj edhe prindi nëse tregon që të kujdes, edhe e ka që të qasje pozitive, Allahu e shpërblen me kështë problem të madh. E dyta ka thonë dietar, nga se, edhe kjo dyta është shumë e bukur, nga se shumica e prindërve, baballarëve sidomos, kujdesen për djem nga se shpresojnë se djali një ditë për ditë do t'ju bëhet krah. Kujdeset për to nga se e ka edhe anën e interesit. Edhe anën e edukimit, edhe anën e interesit atë se nesra, kjo më bëhet me mu krah, qoftë një jetë, qoftë probleme të jetës, këtë në herë e kam pas më shumë për punën e luftave, kështu me radhë, kam burra në shpe. Kurse nuk e ka qëtë shpresë për vajzën. E masi që nuk e ka që shpresë për me u kujdes për to, tamam që shdohet, mi adhon hakin, e don një sinceritet të madh zemrës tonë dhe karshi e vajzës. E do me pasën tamam që në dëna për Allah, me pasë për një me, se s'ki interes to. Edhe pse tash interesi ma shumë duhet më konë për vajzën, ku unë tash po jetojmë, po unë e përfoj në aspektin e nevojës që ty ka mundësi me tarë një jetë fuqia e kështu me radhë, që është e burrat e vajzat, nuk është ashtu. E tash sikur se Allahu po e shpërblen qëtë qasjen tonë dhe për arsye se jetu e bo veç për hirtë Allahit, nuk i interes për këtë dënja. Pe ban veç për hirtë Zotit. Dhe Zotit po ta shpërblen këtë sinceritet që e kiti në edukimin e vajzës që e ban veç për hirtë Zotit, po ta shpërblen me këtë shpërblim të madh. Andaj këto dy shpjegime që i kam mend dietar për këtë hadith, të dyjat janë të rëndësishme për me e kuptu tamam që duhet këtë fjalë të Abdullah ibn Mesudit e para këtij fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashur vëllezër, normalisht të disa pjesë në Kosovë, ndoshta më herët ka qenë më shumë, ndoshta edhe ka qenë arsyeja ajo që ka qenë te arabt që domethënë djemt na duhen për shkak situatës që ka qenë te na e kështu me radhë, ndoshta kjo çështje u konën temë e ndihshme me u diskutuar në mesin tonë, edhe faktikisht ka ndodhur shpesh edhe kena dëgjuar që kush nuk ka pasën djem e kanë rrejtë se që s'ka fëmijë. Subhanallah.
Kurse realitet kjo është prej smujave të ignorancës para Islamit. Me ardhen e Islamit kjo temë është mbyll. Pse? Se Allah thon në Kur'an, "Yahabu limen yasha'u inathan wa yahabu limen yasha'u dhukur." Allahu I jep kujt na don vajza edhe kujt na don djem. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Edhe bën kanë do pe njerëzve I lën pa pasardhës. As djem, as vajza. Kjo është pi Zotit. Moment që ka ardhur Islami me çto norma, me çto mësime, kjo temë ka ndesh më mbyll të muslimanët. Por për fat keq ka ndikuar, që ndikojnë shumë bestitni që në mesin tonë, ka ndikuar edhe kjo për shkak rrethanave dhe më e keq është se kjo pastaj është trajtuar si më thonë është pjesë e fesë. Edhe muslimanët nuk I dojnë fëmijët. Edhe këtu në Zvicër keni po, domthonë ka shumë raste mjekja tutet me kallëzu që është vajzë se thotë ju I keni problem tani punë çose në vajza. Kjo është edukat shumë e keqe vëllai. Kjo është me kallëzu mos me njohje. Edhe mos me kënaqësi me atë që Allahu ka ndonë për ty. Edhe kur I veshët Islami tani kjo është hala më keq. Për arsye se nuk ka që thash prej fesë. Madje Imam Ahmedi rahimahullah është transmetuar për ti se kur ka dëgjuar për dikan që ka pasën vajzë, ka lind vajzë, është gëzuar dhe ka thonë pejgambert kanë qenë baballar të vajzave. Pejgamberi sa fëmijë ka pas? Pejgamberi jon sa fëmijë ka pas? 7 fëmijë. Ai ka pas më shumë djem, më shumë vajza. 4 vajza, 3 djem. 4 vajza, 3 djem. Edhe çish ka xhuar pejgamberi sa asnjëherë nuk e ka shpreh këtë dallimin në asnjë formë. Përkundazi dallimin në aspektin pozitiv ka kallëzuar për vajzat që tregova në më shumë se një hadith që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ajo që ka shumë rëndësi për neve është edhe pse kjo temë tash është më e lehtë me trajtu, por megjithatë duhet me e shpërndarë mesin e njerëzve se trajtimin dytësor që ja bojnë hala njerëzit tonë ndaj vajzave nuk është pe fesë. Nuk është pe fesë. Kjo është pe zakonit, mund më kon pe budallakive, mund më kon prej bestydni, mund më kon çka dush. Amo kjo nuk është pe fesë. Edhe më keq është që kena edhe unë kum nisi hoxh dhe kanë ardhur më kanë thonë njerëzit këtu. Edhe më keq është kur hala ekziston një farë mentaliteti që këtë problem që e kanë familjet janë veshin grujës. Edhe gruaja jeton me faj pa pas faj hiç. Ajo në sens hiç s'është faj, pse s'ka djalë, po e ngarkojnë edhe me një faj tjetër thotë kjo nuk po bën djem. Se domethënë ajo e ka faj. Kurse në realitet bashkë që ky faj është nëse dojmë me gjithë fajin, ose nëse dojmë me gjithë ku është defekti, bashkë e burri është. Bashkë e burri është. Nga sa ai ka mundësi me sjell djalin dhe ai ka mundësi me sjell vajzën sipas asaj që tregohet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë ndoshta vllazni, ky tregim është I thjesht, po në atë kohë nuk ka qenë I thjesht, s'po tham mesin e sahabëve dhe mesin e njerëzve të mirë, po tham mesin e përgjithshëm mesin e atyre njerëzve që kanë jetuar atëherë. Nuk ka qenë thjesht me hin me xhles, një vajzë me marr, me qaf, me afru gat e kështu me radhë, edhe qoftë vajzë qoftë djalë, do më përderisa ka qenë fëmijë e ka pas një trajtim më të ashpër edhe më të vrasht, e sidomos me qenë vajzë. Dhe Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu përveç që ka bërë këtë vepër, para të ne ja ka kallëzuar praktikisht çysh e ka praktikuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po ashtu I ka përgëzuar ata dhe ka thonë që kjo mua ka më shpëtuar pe zjarrin e xhenemit.